Incidenti i Bia Khalifës në Big Brother VIP Kosova. Rrëzimi që u kthye në fenomen viral. Banorja më e diskutuar e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, Bia Khalifa, është përsëri në qendër të vëmendjes së mediave roz dhe publikut pas një ngjarje të papritur brenda ambienteve të programit. Një video që po qarkullon me shpejtësi të jashtëzakonshme në të gjitha platformat e rrjeteve sociale, ka dokumentuar një moment aksidental gjatë ecjes së saj në shtëpi. Në pamjet që janë shpërndar gjerësisht, shihet qartë se Bia humbet ekuilibrin dhe rrëzohet në dy sheme. Ajo që e bëri këtë incident viral dhe shkaktoi një reagim të madh ishte fakti se gjatë rënies, asaj janë zbuluar padashe pjesë intime për shkak të pozicionit dhe veshjes. Videoja tashmë ka marrë statusin e fenomenit në TikTok dhe platforma të tjera, duke u shpërndar me mijëra herë në pak orë. Ky incident, sado i pavullnetshëm, ka rritur në mënyrë drastike klikime dhe diskutimet rreth emrit të Bia Khalifës. Ky zhvillim dëshmon edhe një herë se çdo lëvizje e saj, qoftë brenda apo jashtë kontekstit të lojës, vazhdon të jetë një temë dominuese në bisedat e rrjeteve sociale, duke konfirmuar ndikimin e saj të padiskutueshëm në showbiz dhe dinamikën e Big Brother VIP Kosova.